Unë i kam gjithsej 130 koshire. Sa është e vështirë për ty? Me qenë njëjtën kohë dhe profesor, po edhe bletar. Është e vështirë, po ai vullneti edhe dëshira për me dasht bletën për mund tani. Tegën mjallë të shes 20 euro, bleta jeton vetëm 45 ditë, dërsa bletë dimrore jetojnë 6 muaj. Mbretëresha i lëshon dikun 1500 deri 2000 vezë në ditë. Për gjithë është mjallë të amël, ndërsa për bletarët besoj që është. Përshëndetje miqtë të mediumi shqiptar që krejt nga ona Adeja. Sot kom marrë në fshatin Dobërdolan, komuna Rahovecit, ku do të bisedoj me Bujar Gollopenin, një bletar të njëjtën kohë dhe profesor. E sa është e vështirë për të me mbaj dy puna, qëndroni me ne dhe na ndiqni. Bujar, unë u buna gati. Po, mirë se vjen. Për çdo rast. Po. Nuk jem rrezik, a? Jo. A je i lodhte? Ka pak. Qysh po kalan? Mirë. Shumë mirë me Ka je të bu këto? Jam të i bo një kontrol bletë. Era shumë e mirë po vjan, era mandarin. Po. Për? Unë e përdori këtë zakonisht ruj, livorën e mandarina, edhe kjo deri pranver terët, edhe përdori për të mos jetë bletëve. Po, çka do të për aromë të mirë. Mirë, po kam qenë edhe me një seminar që organizu nga ambasada turke, Tika, aty e kuptova që përveç se është me aromë të mirë edhe e ban luftimin e varosë. Pra, është një insekt. A e kanë të gjithë bletarët këto? Këtë mandarina kështu, këtë kujdesin? Po dikush e përdor eshkën e cila gjendet në për lisa. Po. Mbal, dikush e përdor këto, dikush veç dëroj qështu. Ama unë e përdori këto. Sa koshire me bletë ke gjithsej? Unë i kam gjithsej 130 koshire. 130 koshire. Po, i kam në 3 vende. Baza, këtu i kam një 70. Po. Është këtu edhe në 2 vende tjera i kam. Në fshatin Sopinj edhe në Kërshit. E që sa ku merresh me këtë profesion, me këtë punë? Na si familje kemi prej para lufte blet, ama une o ka një rast specifik interesant kur jam lidh me to. Kam marrë me kërë në borë, kjo punë para 15 vite, edhe e pash që ka lshu një blet, edhe i thash nonës me m'dimu, kam hyp nalt, poshtë një punëtore ka prej, bleta ka ro krejt poshtë, unë jam rëdzu edhe kam fillu me thirë, me e knu, që thot populli, bletën. Po, me knu bletën. Edhe u të rëzu shumë, edhe ka ardhë mu ka të bute komët, edhe qaty unë jam lidh me to, shpirtmisht, edhe kam fillu. Pse thojnë kur ta Unë jam afrohen? marrë se, para me është marrë Rogja edhe nona. Shumë bukur. Pse thojnë që kur ta afrohen bletë shqiptarët e kanë zakonisht apo krip. Si ti si bletar, sa është e vërtetë që të largohet kur t'ja bën krip. Për krip nuk me di. Krip. Ja, ne di. Apo? Çfarë kom ni të thonë? Për bes, për... E që shë e bujnë këtë afruën bletë? E lëshojnë e la për me largu? Sa është të vërtet kja? Nona jem zakonisht i kënon matë bia bi, hajde bi në vend të ri, se po të bjen një rigë shi, po në lagë mu e ty. A i të kuptu? Ku e gjo? Edhe nëse janë të ikë, ato kthehen. Po kupta. Sa interesant. Bleta është fitimi parë që e du shumë është se më lidh me natyrën. E du shumë natyrën. Pasi edhe me profesion jam profesor i artit. Je me 2 profesorët dhe me thonë 2 puna. Sa është e vështirë për ty? Me qenë njëjtën kohë dhe profesor, po edhe bletar. Është e vështirë, po ai vullneti edhe dëshira për me dasht bletën për mund tani. Për mund Po. këta. Vështirësi. Dhe me thonë gjithçka nis kur e dëm punën e bën me vullnet. Po. Po dalim pak te mjalta e bletëve. Bëni shisni mjalta, po. Po shisim mjalta. Sa është e shëndetshme mjalta që ju e shisni? Ose për çka më shumë shërben, për çka vijnë klientat me ble? Për konsumojnë si produkt natyral, original. Për ndryshe unë në 2021 kam marrë një çmim ndërkombëtar për cilësitë mjaltës, që unë mbajt në Tetov. Kanë qenë dikun 400 shtete. Edhe jam ka njëni prej atyre që kam marrë atë çmim. Kërkesa ka mjaft, vetëm do në shumë punë,
Ama si vjetë që po fshihet, deri më tash është bajagi veti vështirë. Pse po ispuna është punë më pak ka pas? Sepse krejt shumë varet prej kushteve klimatike. Kushte klimatike. Sa e shes në një tegëll mjalt, apo një... Tegëll mjalt e shes 20 euro, Çmimi i arsyeshëm, po mjaftueshëm. për disa pak i shtrejt, ama për ndryshe i kam klientë rregullt, ata disa dhe duhet mi shkru se i harroj. Nuk është problem shitja, veç problem o. Ku e dallon te si bletar që është një mjalt origjinal edhe një fallc? Po original, unë i besoj një provës e qesë në pjatë, se ka mjaft teste që i bojnë. Amo me qitë në pjatë edhe ja qetë pak ujë, Po. edhe lëviz pjatën shpejt, të mjalta original dalin hojet. Po. Hojet që janë hojet mrena në koshere të dylli vletës, edhe qitu që i kemi na hojet. E shenë këto? A kështu mujt me testu qita? Po, A mundem me testu? po, që tash jo, ama duhet, Po, në ndërkohë, pasi ta përfundojnë këtë me testu. po, Okej, dhe me thonë që ato vretet e dallimit që prej asoj fallc nuk dalin që ato hojat. për bis ato se kom provu. Se s'ke pas fallc asnjëherë. Nuk i kom provu. Dhe me thonë, me dy profesione, Po, sa e ke po hajrin punës bletarisë? faleminderit Zotit edhe angazhimit, faleminderit mas pari Zotit, nonës që më kanë ndihmu çdo herë, edhe angazhimit po, ja kam po hajrin, me boku me diçka jo, ama Po. Po ma shumë për edhe ishe me zamër këtë Po, punë. Më kësha dish një pat, a e mbretërisha e bletëve, ku është? vërtreshën A është mund pa e me problem me gjetë? gjetë, Apo, po, mora mos po më hojnë se një herë, ku më kanë hongër. Ashtë si jam rrezek ta shumë. A është mirë me to ngër bleta? Thonë që ka dobit mira nëse të kafshan. kjo bletë është që e do në patin e dytë, kisha lutë veç mos me pas frikë. O, po që të po, mos po hena ikon. Jo, nuk ka qysh herë. Okej, ngriva. Kjo bletë është që duhet me e vendos katin e dytë, Po, si vjetë konë ma shumë me shi edhe zhvillimin konë ma ngadalt. po. E nëse ki frikë dhe me thonë qëto se jo në që ta shpak, të të sulmojnë, apo? Po, sulmojnë edhe unë e vrej kur dojnë këto me ungrit, edhe ja bëjnë veç pak me ti. Apo. Kupton? Edhe, E ndjejnë këto kërën e tutna, dhe me thonë. po, Mashallah. Gjithë ju kom tut, që vjen dita, më nej që ka shofër se kom besu. Këto mjolta, apo? Që? kjo mjolta, Sa janë gjithsej, qëto? Qysh? këto janë 10 korniza, 10 korniza. po, Okej. këto janë vezët e mbyllta, Po. këto janë vezë femrore, këto janë vezë mashkullore, bleta jeton vetëm 45 ditë, Vetëm 45 ditë. blet, do të thotë e kam fjallën për blet verore, pranverore, ndërsa blet dimrore jetojnë 6 muaj. 6 muaj. E kjo, qëto më të matë mdoja, këto janë matë veçanta. Brumbuj, meshkuj. Qëto, meshkujt janë, që po dallojnë për tjera. Po, tash na mundohemi me gjetë mbretëreshën. Na ka hu mbretëresha. Nuk e kam e sheh këtu me, nëse e shef këtu Po? që janë do vijat bardha, vetëm Po. vi, është vezë cilën e ka liru mbretëresha sot, pra është vezë një ditore. A e kitë kjo artë? Po. Nëse punon qetë, edhe këto, Edhe këto silën qetë. po. Si tutesh pak. Gjitha këto janë veza, po? Kretë këto janë vezë. Po. Mbretëresha i lëshon dikun 1500 deri 2000 vezë në ditë.
1500 deri në 2000. Po, këto e ushqejnë mbretëreshën. Mbretëresha e ka qatë funksion vetëm me lëshu vesë. Më duket se s'po e gjejna, po... Tash me lypë edhe pak e gjojna. Po besoj. Sa shumë. Hajde Këto me janë presim. vezë hapuna, Po, që shesë do të për thotë? qumsht, që do të thotë i duhet ma shumë kohë për më bon si këto janë ma afër me uqelë. E qumshtin, shisne? Qumshtin- Duket që kanë këgjashe ke qumshti? Shkon, po ja ki shtrajt, po në Sa? qumsht nuk mirë na me qumsht, se nuk muj me emri, edhe duhet shumë ma shumë blet, me pas, Edhe duhet është ma, edhe është i shëndetshëm. i shëndet shumë shumë. Po. Më duket te korniza e fundit dikën kena me gjetë. Ta shohim tash. Ka një herë e gjonë me një herë, ka një herë... A vreja do me thonë ka që dallim të madh që e gjenë me njerë. është e gjatë, është ma e bukur. E në secilin prej këtyne avash ka një mbretëresha, po? Po, një blete ka një mbretëresh. Okej. Nëse që kja? Mbretëresha jetën, po kjo është. E gjeta. Bravo. Donë me u fokusu, Po, që kjo që është gjeta. mbretëresha. Kjo e bukura. Po, Së më besohet që këmë gjithën, po. Kjo e ka funksionin kryesor. Po, për ndryshe pa blet s'ka jetë. Me një vend ku ka blet, ari është më i pastër, Po. se gjithë shka polenizohet prej bletve. Ta është i ratë Edhe nuk ka jetë më shumë se 4 vite nëse nuk ka blet. Gjithë shka konsumojmë është prej bletve. Prej bletve. Po, Thonë kanë funksion të rëndësishëm. shumë. Sa t'i ratojmë qëto, Po, po vazhdojna të mjalta. okej. Pe bujna një test të shkurt. A she, shumë pak nevojë për tim. Po. Kur punon qetë, shumë e kuptojnë adrenalinin në trupit. Unë e tuta pa në fillim, po. Po, nëse punon me nervoz, me... Atëherë... Edhe kjo nervozohet. Ko gjapun po do i kanë kështu? Po, tash me se cilën duhet me u marrë, me trajtu, me... Të që bleta, të syne. Po s'pëtut nga ma mirë. Qëto po jaloj jashtë, ma mirë. Sot kam pas me ju vendos katat e dytë, Po. Vëlla, ko gjapun? do të thotë kati i parë i takon bletës, Po. me veze, me ushqime, me krejt. Kati i dytë na takon neve. Juve. Na, neve që ja marrim se, sikur me ditë kjo që ja marrim. Atëherë po vazhdojnë atë mjalta. Po, vazhdojmë. Tash erdhe me testu. Mjaltën se këtë originalitetin që tha. Po, Me pa është original apo jo. pra unë Na veç me fakte. po unë i besoj këtij testi, Po. kur nëse mjalta është original, marrëm i pak ujë, Tash nëse bën ato uje, do me thonë është original. po kur krijohen hojet këtu, do të thotë mjaltën e kemi originale. Nëse s'ka hoje, s'është. Ja që veç fillun hojet me Që veç dalë. fillun me dalë, Do me thonë mjalta është 100% original bio. Qaj hojet? 6 kontshat. Ka teste ndryshme, ka me letër, ka me qitë ngot ujit edhe nëse mjalta bjen poshtë. Pra originali është marron.
Mirë po, asaj që unë mendoj që është më e besueshme është që kjo. Kjo me Përderisa ujë. po krijohen hujet aty vetë. Të thonë dhe Ndërsa javë. nëse nuk ka origjinal, ajo veç kanë shkrijet edhe. Dhe me thonë kjo është origjinali që ja vlen. Po. Për as me përmbyll edhe një Po, është një thonje. thonje prej juve si bletarë. Po, Për edhe përcjellje. gjithë, po, Edhe për besoj përcjell. edhe bletar tjere e din këto që edhe njëkohësisht është edhe kënaqësi me punu me blet, po edhe është lodhje dhe për gjithë është mjalta e amël, ndërsa për bletarët besoj që është Edhe. se do të shumë punë, se nuk ta e bleta pa bo shumë muni si Dhe me kura. thonë ka gjani procesi Po, i gjatë i punës për më kujdes për to. do në përkushtim të madh. Për kushtim të Angazhim. madh. Amo ja vlen, kur e don edhe me punë me mundi ja vlen. Për dëm punë me zamër ja dal. Po. Falenderoj shumë, S'ka ishte kënaqësi me të pas. Faleminderit edhe për juve, gjithashtu. Shkuj së dashur kaq shumë për sot, shije mirave tjera.